Kjo që mund të ndodhi është që të gjitha gjërat bëhen gati dhe në momentin e fundit, papritur pa kujtuar, një vend, dy vende, tre vende, dihet se kush janë, kanë qenë gjithmonë me këtë vështirësi, mos e gjejnë këtë kapacitet. Që do thotë që procesi mund të mbetet peng i këtij fakti. Plus, dinamika e Bashkimit Evropian është një dinamik shumë e paparashikueshme për shkak të dinamikave të brendshme politike. 2027 ka zgjedhjen në Francë. Franca është vend kyç. Dhe Franca e ratifikon antarësimin e një vendi të ri antar të Bashkimit Evropian, jo si të tjerët, por me 2/3 e parlamentit, ose me referendum popullor.